Në Bibliotekën Shkencore të Shkodrës u zhvillua një takim I veçantë letrar me temë Autor shkodran në botimet e Bard Books, organizuar në kuadër të projektit Vepra letrare e Rit Vandibrës dhe në bashkëpunim me klube studentore Ernest Koliçi dhe Arshipika. I ftuar specialisht e botuesi dhe shkrimtari nga Prishtina, Aga Polloni, ai theksoi se autorët nga Shkodra kanë ngjallur një interes të veçantë tek lexuesi kosovar, duke përfaqësuar një prurje të çmuar në letërsim bashkëkohore. Nga ata 100 libra mbi 20 janë autorë të Shkodrës, pra libra të autorëve shkodran. Ne I kemi botu për shkak që edhe atje ka interesim për autorët si Rit Vandibra, Prima Shlaku, Ben Prendi. Në këtë bashkëbisedim letrar, në qendër ishin botimet e autorëve shkodran, Rit Vandibra, Stefan Çapaliku, Primo Shlaku, Ledja Dushi, Ariola Zadrima dhe Arben Prendi. Disa prej tyre flasin mbi rolin që pozoi letërsia shkodrane dhe zhvillimin e saj. Është një takim të vërtetë interesant, një aktivitet që me sa diun për herë të parë zhvillohet në Shkodër, ku një botues, as më shumë një botues nga Kosova vjen dhe takon autor shqiptar, por konkretisht autor shkodran. Janë 6 autor shkodran. Unë kam nguli me atë që nuk pret dhe atë që nuk parashikon. Interesante në rastin më ideal do të ishte një letërsi, një tekst që nuk e ke parashiku. Takimi u mbyll me ekspozim librash dhe diskutime të hapura me studentëve, pedagogëve dhe nxënësve të shkollave të mesme 28 Nëntori dhe Osokuka.